Jozi dhe Gjesti ndodhen në mes të oborrit të shtëpisë, të rrethuar nga banorët e tjerë që po I vëzhgojnë me kurreshtje. Situata duket e tensionuar, pasi Jozi, I acaruar, I drejtohet Gjesti me një ton të ashpër dhe të vendosur. Ti je një tradhtar, Gjesti. Nuk e di si mund të jesh kaq I pabes, thot ai me nervozizëm, duke bërë një hap përpara drejt tij. Gjesti, I qetë dhe me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, e shikon me një shprehje lozonjare. Nuk duket as pak I prekur nga fjalët e Jozit, madje e sheh si një debat të parëndësishëm. Ai qesh lehtë dhe tund kokën, duke u mbështetur pas divanit. Po mirë, Jozi, pse je kaq I mërzitur? Çfarë të kam bërë unë ty? I thot ai me një ton të butë, sikur po tallet. Jozi mërzitet edhe më shumë nga qëndrimi I tij dhe I afrohet edhe më tepër. Mos u bëj sikur nuk di gjë. E di shumë mirë se për çfarë po flas. Ti ke tradhtuar njerëzit që të kanë besuar dhe pastaj sillesh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti buzëqesh edhe më shumë dhe I thot me qetësi, Jozi, të betohem që nuk e kam idenë për çfarë po flet. Më shpjego pak më mirë, se ndoshta kam humbur diçka. Kjo përgjigje e acaron akoma më shumë Jozin, I cili tashmë e ndjen sikur Gjesti po e provokon me qëllim. Mos bëj sikur nuk kupton. Ti e di shumë mirë. Je tradhtar dhe nuk ke as pak besnikëri. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë me kurreshtje dhe të murmurisnin mes tyre. Ata po presin që Gjesti të reagojë ose të kundërshtojë, por ai, si gjithmonë, e ruan qetësinë e tij dhe vazhdon të qeshë. Pse je kaq I inatosur, Jozi? Po të them të qetësohesh. Nuk ja vlen të acarohesh për asgjë, I thot ai, duke u ngritur më në fund në këmbë dhe duke I vënë dorën lehtë në shpatull. Jozi e largon dorën e tij menjëherë. Mos më prek. Nuk dua të kem asnjë lidhje me një njeri si ti. Gjesti qesh sërish dhe kthen shikimin nga banorët e tjerë. E shihni? Ai po acarohet kot, ndërsa unë po rri I qetë. Ndoshta unë jam tradhtar, por të paktën nuk acarohem për gjëra të vogla. Kjo përgjigje shkakton të qeshura mes disa banorëve të tjerë, ndërsa Jozi, I irrituar, largohet nga aty, duke tundur kokën. Nuk ja vlen të debatosh me ty, Gjesti. Ti je njeri pa ndjenja. Gjesti, duke qeshur, ulet përsëri dhe vazhdon të shijojë momentin, duke treguar edhe një herë se nuk e lejon askënd ta nxjerrë nga vetja.